Propozimin e anëtarës Arjan me propozimin për shkarkim nga detyrat e kryeprokurorit të ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmendi. Njoftoj me opinionin se sipas neni 37A, dispozita kalimtare të ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 06L-056 për Këshillin Prokurar të Kosovës, ku thuhet se dejmë zbatimin e përbërës së përhershme të Këshillit për 7 anëtar, kurumi i Këshillit formohet me gjysmën e anëtarëve të zgjedhur të Këshillit plus 1 anëtar, duke përfshirë raste disciplinore dhe vendimet merren me shumicë të thjeshtë vota të anëtarëve të pranishëm. Atëherë konsiderojmë se ka quorum për mbajtjen e këtij takimi, meqense si ky prokurori duhet të përjashtohet me automatizëm nga ky proces, meqense bëhet fjalë për diskutimet për të. Kështu që unë fillimisht propozoj këtë rendite, kush është për këtë rendite, veç me këtë pikë, konstatohet se unanimisht kemi vendosur të procedojmë me këtë rendite. Atëherë, a ka kush me diskutu për propozimin e Honës tjetër? Jo. Atëherë qes në diskutim kush është për shkarkimin e UD kryeprokurorit shtetit nga pozita si në mban. Konstatohet se me 5 vota për, aprovohet dhe shkarkohet nga detyra ushtruesit të detyrës kryeprokurorit shtetit. Meqense duhet të bëhet zaventësimi i tij, atëherë unë kam një propozim tjetër, unë propozoj që ushtruesi i detyrës kryeprokurorit shtetit të emërohet Agron Çalaj, i cili për momentin duket është zaventës kryeprokuror. A ka kush me diskutu për këtë pikë? Nuk ka. Atëherë kush është për që Agron Çalaj të ushtrojë detyrën nga dita e nesërme? Faleminderit, konstatohet se me 5 vota për emërohet ushtruesi i detyrës kryeprokurorit shtetit prokurori Agron Çalaj, i cili është prokuror aktual në zyrën e kryeprokurorit shtetit. Faleminderit, faleminderit për vëmendjen, me kaq takimi mori fund, ndërpritet.